Këshirni populli shqiptar e mërgat e nderuar time Kadria Sulman me vez krye ministrin e saj Albin Kurti. A thu pse AAK-ja këtë gjest e ban? A muni me më tregu pse kjo që ta ja ban krye ministrit të Kosovës dhe vendit vetë? A i dini për shka? Se kjo ja vgëzon zemrat e serbeve. Kjo ja vgëzon me qëtë gjest zemrën e Vučićit. Kjo ja gëzon me këtë gjest zemrën e Radojčićit, vëllezër dhe motra shqiptarë. Kur kuj tjetër, vetëm serbeve i knaq. Se ta shti shkijet me në rend, na për gazeta, na për portale, keshin, asi. Po pse bash AAK-ja? Pse AAK-ja që gati se ka kalu pragin, pse me bo këta? Pse bash kjo? Pse krahi luftës me bo qëta? Pse krahi luftës me ja bo qëta? Sepse po shifët që do të bëhet një koalicion me LDK-n, do të bëhet një qeveri për 4-5 vjetë e ashme, këta krahi luftës do të jesin në opozit, nuk kanë më shka me cap-carap, edhe paleshka do të ndodhin dosene me prokurorin e shtetit të ri që u zgjodh. Kështu që mendimi jem këtë që do që i thash është që këta e kanë mizën e rkapoq o vlezër dhe motra shqiptar. Aman për mi knaq, kjo ka mi knaq shkijet. E kujtje ka bo? Kryeministrit vetë.